10 vitet e fundit isha shumë e zhgënjyer dhe kisha vendosur që të mos merresha më dhe të mos shkelja më as në Shqipëri. Kur shikonim Magronin bashkë me bashkëshortin, shikonim denoncimet e tij, shikonim fjalimet e tij në parlament, filluam të ndjeshim të përfaqësuar. Dhe vendosa të përfshihem në politikë dhe erdha në Vlorë. Në 28 vite kam shkuar kudo në çdo vend të botës, por në Vlorë dhe mes njerëzve, mes atyre që vuajnë dhe mendojnë se Shqipëria nuk do bëhet, por kanë një shpresë, dhe sa shikojnë fotografinë e Agronit thonë, këtë djalë e duam, por ata nuk do e lënë. Nuk kam folur asnjëherë publikisht, nuk kam pasur asnjëherë mundësinë që të flas para shumë njerëzve, me fat që jam para gjithë fjerakëve dhe doja të njihja Fridën. Këta kandidatë u akalojnë me mira herë Zeqineve, Belindave dhe gjithë hajdutëve.